Natyrisht që merr shumë informacion. Me që jemi te Kosova, pra po qëndrojmë te kjo temë, çfarë mendoni për akuzat ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi dhe për ata që pëmbon padrejtisht në hog? Unë jam shpreh vazhdimisht dhe duhet të ndajmë dy elementë. Që është një element institucional që ka të bëjë me gjykatën dhe parimi i një politikani dhe një shtetari është që asnjëherë të mos interferojë tek çështjet e drejtësisë. Sigurisht. Bile unë besoj që çdo njeri që shkon tek drejtësia është interesuar që procesi të shkojë deri në fund kur kauza ka qenë një kauzë mos e drejtë. Dhe nëse do futemi në pjesën e kauzës së Kosovës, të shqiptarëve të Kosovës, është një kauzë e lavdishme e popullit të Kosovës, e faktorëve politikë, atyre që nuk ishin lindë si politikan dhe u bën politikan, dhe unë besoj që është një nga ngjarjet që si asnjëherë tjetër nuk pat një mbështetje kaq të madhe, kaq të fortë të botës demokratike. Duke filluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Shtetet Evropiane, dhe është një proces në vazhdim. Dhe unë jam bindur që historia, pavarësisht që ka pengesa, ka probleme, ka këndvështrimi të ndryshëm nga politikanë të ndryshëm, qoftë edhe të Europës. Ju e dini më mirë se unë se janë 5 shtete akoma në Bashkimin Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën. Por është një çështje në evolucion, është një çështje që nuk mund të ketë një Europë moderne me paragjykime. Nuk mund të ketë një Europë e cila e ka manifestu vlerën e Unionit një dokument themeltar të hetërve themelus, në rast se njerëzit nuk çlirohen nga paragjykimet kodë. Unë kam parë dhe mënyrën e sjelljes së individëve që kur vjen puna për të luajtur edhe futboll me Kosovën, filloi dhe vend në diskutim statusin, ndërkohë që Kosova është pjesë e ligës zyrtare të futbollit evropian dhe botëror. Dhe unë besoj që disa gjëra që janë zyrtarizuar nuk ka nevojë të komentohen. Por kam bindjen tjetër që është, sikur se thash, një proces në evolucion. Gjërat do të gjejnë vendin e vet. Historia e shqiptarisë, historia e Shqipërisë, e Kosovës dhe të gjitha viseve shqiptare nuk mund të deformohet e xhbot. Është një histori. Ne kemi nevojë që ta shkruajmë mirë historinë, të bim dakord për historinë tonë dhe të gjithë të flasim me një zë kur vjen puna për rrënjët e historisë tonë. Kjo është shumë e rëndësishme.